Ka ndëruar jetë në moshën 72 vjeçare Rauf Ramadani, një personalitet i shquar në jetën publike, politike dhe ekonomike të qytetit të Tetovës. Përmes rrjeteve sociale, lajmin e kanë bërë publik familjarët dhe miqtë e tij. I lindur në vitin 1954, Rauf Ramadani njihet si një aktivist i palodhur politik, veçanërisht gjatë angazhimit të tij në radhët e Partisë Demokratike Shqiptare. Për një periudhë kohore, ai shërbeu me përkushtim në krye të ndërmarrjes publike komunale të Tetovës, si kryeshef i policisë së Tetovës dhe drejtori i postave, duke dhënë kontributin e tij në menaxhimin e sfidave të qytetit. Përveç angazhimit publik, Ramadani ishte një figurë qendrore në botën e biznesit lokal. Ai ishte themelues dhe pronar i rrjetit të njohur të marketeve Erzana, ndërsa së fundmi ishte fokusuar në drejtimin e kompanisë Swiss Beckeray, duke gjeneruar vende pune dhe duke ndikuar drejt për drejt në ekonominë e rajonit të Pollogut. Rauf Ramadani ishte një figurë e rëndësishme dhe historike e klubit futbollistik Shkëndija, një si futbollisti gjeneratës së parë të kuqezinjeve, por edhe kryetari i këtij klubi. Lajmi për vdekjen e tij ka trënditur qytetin e Tetovës dhe jo vetëm, por edhe miqt, të afërmit dhe kolegët e tij. Varrimi të ndjerit bëhet nesër pas faljes së namazit të xumas në varrezat e fshatit Zherovian.